Rikthehemi në studio mbas intervistës me zonjën Tinka Kurti dhe Alban Dudushit. Mirë se erdhe Ornela në studion tonë, jemi mirëpritur. Jemi të lushme, nuk e prisja. E merr fjalën vetë. Sot kemi një bisedë me Monën, ashtu siç e tresin pjesa më e madhe e njerëzve, miqtë e saj të ngushtë, Monika Kryemadhin. Mirë se erdhe dhe ti. Kemi një bisedë shumë të thjeshtë. Por edhe të sinqert sepse ashtu do publiku, sidomos këtu njerëz ta thonë edhe një fjalë shumë nga mbrapa. Unë shquem për sinqeritet të pruar nga njerë, kështu që mirë, shumë mirë. Jemi para sezonit veror. Edhe pjesa më e madhe e njerëzve sigurisht në muajin maj mundohen të jenë të futen palestrave, kryon vrapit, apo të fillojnë të... Fol për veten tënde, se tjerët e fillojnë që mbas vitit 3. Bëhen gati për... Me ushqimin njerë se fillim. Po me ushqimin, me palestrën, se palestra i do një 3-4 muaj përpara që të dalësh e tonifikume. Po mirë, me të vërtet, si ja bëni unë në shtëpinë tuaj? Si është frigoriferi në shtëpinë tënde? Me thënë drejtën që kur ka filluar dobësimi i lirë, frigoriferi jonë është në grevurie, dhe është problem shumë i madh për mua dhe për gocën e vogël. Ne jemi 12 shëndoshat e familjes. Na kap nga herë kështu nga ora 2 natës, kërkojmë në çokoladë, në biskot, në përdollape. Është mungesa e ditës, patjetër. Është mungesa e ditës, por është problem, me thënë drejtën. Mishin e kemi eliminuar fare. Do të thonë këta që merren me tregtinë e mishit do na shajnë, se thotë po na bëjnë antireklam. Por Iliri është një nga njerëzit që na mban në presion tashmë për të ngrënë. Ky që ka qenë dikur njeriu më i shëndosh i familjes. Është problem për ju në këtë momente apo tashmë është problem se na duket si mashtrim, domethënë se deri para ca kohësh hante dhe thonë mbleni rahat, tash na thot mos hani. Është kritiku edhe për ju tani. E për mua Viles nga herë më thot, bo, sa e shnosh aty është, pastaj 5 kg bibe me një herë, domethënë se është shumë fyese. Do të thënë është puna e ujkut kur i del qingjit përpara që e lët ha, pastaj i del ujku përpara dhe tret me njëra atë që ka marr. Në fakt problem e kemi, me thënë të drejtën, për arsye sepse Iliri bën shumë sport, zgjohet herët shumë, gjë që unë me thënë drejtën nuk e kam që të zgjohem herët, vetëm periudhë fushata zgjohem herët, që t'jem e sinqert. Shumë mirë. Këtë e kemi edhe për palestër? Është edhe për palesën, sepse hecën në këmbë, lëvizje dhe gjithkohës je tonifikuar dhe zëre se je duke bërë ushtrime, fiskulture, faktikisht, nga tensioni, nga tonifikimi muskujve, në gjithë tu zbritur në përshkallë, ecë këtu shko atje. Dhe kjo është një lloj fiskulture, po e quaj. Por Iliri e bën si në dimër dhe në verë. Edhe kur bie shi, Iliri bën pistën, bën ushtrimet gjithmonë, po të shkosh edhe në zyrën e Ilirit, do gjesh që ka disa gira që bën ushtrimet sa herë që është, po, që është sa në faj ndihesh ti. Unë ndjem me faj që i kam bërë gjithmonë moral që duhet dobësohesh, që nuk duhet ishte dobësuar kaq shumë, megjithatë ngjan shumë mirë dhe është me të vërtetë shumë mirë dhe është shumë i lumtur për sa i përket pamjes jashtme të vetëm, por edhe nga ana e shëndetit, sepse që tim sinqert kur ishte i shëndosh Iliri gërhiste natën, tani nuk gërhet më, kështu që është edhe kjo, po. Është me shëndetin çdo gjë. Është çdo gjë, domethënë është edhe frymarrja për shembull gjitha kur ishim që rinim afër në makinë ose në për këto, nga mbi pesha kishte frymarrje më të shpeshtë. Tashmë Iliri është me parametra të papara të biologjike dhe shëndete. Së sportit, edhe kur ka qenë sport. Domethënë, absolutisht. Po mirë, do nisim tani në një fushat tjetër përveç asaj politike për të qenë të shëndetshëm, slim, fit. Në fakt e ka nisur Michelle Obama, që bëri 5 lëvizje që duhet bëj çdo njeri në ditë, gjë që është shumë e rëndësishme, Give Me 5 pra që është, ideja për të bërë 5 lëvizje, duhet bërë, sepse obeziteti po krijon... Dhe nuk është vetëm në Amerikë. Po sistemohet edhe në Shqipëri, për arsye të keq ushqyerjes, për arsye të mos lëvizjes, për arsye sepse mungesës edhe të bicikletave, sepse bicikletat janë një ndihmës shumë e madhe në Tiranë për tu përdorur dhe për tu ecur, dhe gjë që të dobësojnë. Pak e frikshme në rrugët tona. Është e frikshme pavarësisht se na u premtuan para 4 vjetësh që do kishim rrugë për bicikleta dhe nuk e kemi sot. Por ajo që është e rëndësishme... Po përdorin trotuaret era herës? Era herës edhe hajnë pastaj këmbësorët nga bicikleta. Nuk ka qenë ai në rrugën e duhur, Kështu që por ajo që është e rëndësishme është që në fakt brezi i ri, po të shikosh dalësh sot nga liçeni në mëngjes herët, përveç brezit ri ka dhe shumë njerëz të tjerë të cilët mosha të tjera të thyra. Mamaja ime është një nga njerëzit që bën më shumë nga të gjithë ecjen nga liçeni dhe gjatë kohës që ne rim në Bregdet, ajo bën xhiron e Bregut Detit, është me maman e Sokololdashit, me Kozeta Mamaqin, të cilat janë nga ecëset ose vrapueset në ecje, më të shpejta, zgjohen shumë herët dhe me thënë drejtën,
më vjen zili dhe them ndoshta edhe kur të bëhem unë sa mamaja ime do filloj ta bëj dhe unë këtë gjë. Kanë edhe kohën me tepri kanë përshtypjen. Nuk është se kanë kohën, se të dyja merren me fëmijët. Kozeta merret me Glakun e me Kledin, mami im merret me fëmijët e mi. Dhe ajo çka dua të them është pavarësisht se është dëshira dhe dëshira për ta gjetur kohën. Sigurisht që nuk janë me angazhimet tona, por janë komode dhe nganjëherë janë për të marrë shembull për forcën që kanë edhe energjitë që kanë. Mirë, kush të ka parë dhe kush të ka ndjekur në aktivitete me të rinjt, ti je ndër të parat që çohesh në çfarë do lloj muzike që vihet për të kërcyer, vetëm se kam pasi problem shumë të madh burri s'm ka kërcyer asnjëherë edhe e kam problem në përdasën, po tani është kthyer kjo historia me valle popullore dhe ka vetëm kështu dorë për dorë dhe kërcem dhe vetëm. Kështu që, por në fakt unë më pëlqen shumë e kërcyera, e kam kërcyer jashtëzakonisht shumë. Tash kam filluar çik shkoj me këtë rinj që bëjmë gjithmonë festa, ato tani kanë dalë këtë modën, kështu që e kanë me të kërcyer. Ato që është dora kështu, ë? Domethënë një Harlem Shake mund ta kërcej me jertë, ë? Harlem Shake po vetëm 4 herë idhem se pastaj herën e 5 nuk e përballoj dot më. Pastaj vetëm koka. Pastaj vetëm dora dhe koka bashk. Por që me thënë të drejtën është shumë bukur. U bë në fakt unë nga vjet kam gati një periudhë kohe që nuk e kam ushtruar shumë se kam pasi çik problem me kolonën, nga lëvizjet me makina, gjatë fushatës, edhe ky është një nga probleme më të mëdha, e cila duhet me pas shumë kujdes për sa i përket ushtrimeve, dhe sigurisht që mosha bën punën e vet. Ne nganjëherë mendojmë që jemi si gocat 20 vjeçe, po pavarësisht se në shpirt mund të jemi çik edhe më të reja. Ka pas thënë dikur, vjen një moment që mbahet një brez. Sidomos me këto rrugët me gropa, një brez edhe ruan plaçkat e barkut. Me thënë drejtën, edhe kjo është, megjithatë, me disa ushtrime për kurizin, për këto, unë e kam arritur ta eliminoj dhimbjen, gjë që është me të vërtetë shumë shqetësuese, shumë problematike, edhe të nervozon nga një njeri që është gjithkohës në lëvizje, aktiv dhe një dhimbje e vogël fillon dhe të bëhet e mërzitshme. Unë jam person që i duroj dhimbjet, me thënë drejtën, por një mjek më thotë që dëgjoj, në momentin që është dhimbja sado e vogël apo e madhe tjetë, duhet të thush që kam dhimbje, do të thënë duhet i bish nga mbrapa. Dhe në fakt është një periudhë kohë që e kam lënë pak, por kërcimin, me thënë drejtën, fati madh është që merrem me të rinjt, edhe e shijojmë, domethënë, në për festa, në për ditëlindje që bëjmë, në për dasma, dhe dje për shumë kam qenë dasëm. Deri në orët e vona, besoj? Po, dhe kaluam shumë bukur, kërcyem, në fakt, ishim në deputeti i partisë i PD-jus, Aqi Frakipi, martoi vajzën e vet, kështu që përfitoj edhe nga rasti ta uroj edhe këtu të trashëgohet dhe të jenë me jetë të lumtur. Dhe sigurisht që kërcyem, u kënaqëm. Nuk ishe ka shumë të haje, ishe në kërcim më shumë se sa. Me thënë drejtën edhe hëngra, edhe kërceva. Mirë, është tretur. Po, vetëm se i liri, mos ha çapo hanë i hëngrë të gjitha. Po që është kështu si e kam para fushate që jam në stres. Je në stres, edhe shfrytëzoj me këtë mënyrë. Flitet për ty gjithmonë që ke patur një look, një pamje për t'u admiruar, vishesh bukur, kështu thonë të paktën, ndryshon dhe stile. Sot kanë veç pantallonat e gocës dhe bluzën e gocës. Bravo, po të bëjnë të paktën. Po, tash mërje madhe se dhe ajo është dobësuar, edhe ka pas bluzat e mëdha tani mërje madhe, po me thënë drejtën, është qef kur i ke gocat, se në një farë mënyrë edhe të mbajnë në presionin që kush ko kështu se e veshur shumë shëmtuar, ka vite që më mbajnë shumë shëmtuar apo si shumë e re? Se ka dhe... Jo, kanë kështu, domethënë ja ke fut kot nga herë, janë skandal, ose na fliqe mos dil me ne, domethënë. Por që në një farë mënyre ti ke provu vetë, kështu që mos fol, domethënë. Por sigurisht që jemi për sa i përket pamjes jashtme, sigurisht më pëlqen të vesh gjëra shumë të bukura, por nganjëherë gjërat e bukura janë edhe të sikletshme. Dhe unë gjithmonë detyrohem të mbaj gjërat të cilat i vesh në mëngjes dhe i heq në darkë. Dhe në fakt, kur janë të sikletshme, është e vështirë për t'i mbajtur. Më pëlqen pantallonat, pavarësisht se po më pëlqen dhe fustanet, por hyp zbrit në makinë, hec këtu, hec atje është pak më e vështirë, por ka dhe momente të caktuara që ka për shumë tani ka dalë kjo moda kështu me të hollat gjata se mbrithen çik bukur, mi tregojnë këmbë të gjata se i kam pak të shkurtra. Modën e sillim ne siç duam, ë? Kështu që domethënë mundohem të gjej gjëra që gjithmonë të ndihem mirë, se kjo është më e rëndësishmja, por... Dy gjëra që të pëlqejnë më shumë të vetja dhe dy gjëra që s'pëlqejnë. Me thonë drejtën, tani ka filluar të pëlqejnë vetullat. Se po i trash pak, ë? I kam trashur. Në fakt kam një problem shumë të madh se mamaja ime tërë jetën ka thënë i ke këmbë të shkurtra, nuk ke qaf, nuk je e bukur.
se kjo ka qenë historia para vite. Tani ne ju themi gocave, sa e bukurie, sa e mirë, o zot, 2 metra e gjatë, shala jote, kjo ajo, hunda jote, të gjitha. Ne tërë jetën na kanë thënë sa të shumë tuta jeni se kishim hall mos na hypte vetë janë qef. Dhe është një gjë biles, kam zbulu kohët e fundit që janë dhe 3 cm më gjatë. Do të thonë dhe kjo është prap një histori tjetër. Kjo është arritje, mos e zgjatur këtë kohë, se ka disa thonë për shembull që e kemi rritjen pak me vonesë. Me vonesë, jo, ishte histori, ishte çështje mashtrimi që ma kishin bërë. Në gjimnaz, kur kam qenë klasë fiskulture, në fakt edhe më thonin ke qenë 1,61 gjatë. Kur shkoja në këto të dietave ose në këto sallonet për të bërë baltë për të dobësuar, më masin dhe më thonin 1,59. Dhe gjithë jetën më ishte fiksuar dhe kisha qenë në 2-3 të tilla dhe gjithë më thonin 1,59. Dhe më ishte fiksuar 1,59, 1,59. Kur një ditë isha në një qendër estetike dhe më tha mua ajo, unë jam 1,59, po isha një 3 gisht më shkurtër son. Thashun ti 1,59, s'ka shans tash 1,59 jam unë. Jo jam unë, jo jeti. Mos thashte për 1 centimetër, thotë i shoqja ime bëhet nami. Nuk të falim, thash kështu që harroje këtë gjë. Dolëm para pasqyrës, u pam, hoqëm sandallet, këto kpucët që kishim, dolëm pas, unë prap isha 3 cm më i gjatë. Jo thash hajde të matem unë tani dhe isha 1,62. Lumturia ime më madhe, mbas 10 vjetëve mësova që isha 1,62, se gjithë jetën isha rritë me kompleksin, ase kisha ka 1,60. Dhe me thënë drejtën, mu dukte dhe vetja i gjatë, tani, do të thënë në shumë drejtime dhe thash, bëhet se bëhet edhe kjo BMI-a, që është kjo formula që sa i gjatë je, sa kile je, si dhe do ta sa duhet kesh t'jesh në peshën ideale. Pata një si tip lumturie dhe prandaj kam ngrënë gjithë thotë ditë, se thash jam 3 cm e gjatë, mund të kem edhe 3 kg më shumë. Tani çfarë nuk të pëlqente s'mathe? Në fakt, apo ato që ta mami, ishin hynë tek ato. Na i herë kur shndoshem kështu se tash ato kripra djafrat që unë i kam shumë qejf, bëjnë atë punën e vet edhe ënjtesh, kur zgjohesh në mëngjes me sy të bua ose kur pin alkol për shembull, edhe më duket sikur s'kam qaf për shembull, por pastaj papë mbaj çik qafën gjatë, mundohet. Po, me thënë drejtën, kam të gocën e vogël që më gjan shumë mua, edhe kur e shoh atë kështu si rrumadut si vogël, më mirë thonë se i gufumi zbukurumi thonë, kështu që por në përgjithësi do dëshiroja, do dëshiroja të isha cik më i gjatë, një 3-4 cm, tash isha 1,62, desha me shku deri ke 1,67. Mendoj taka edhe kompensohet, po them duke ardhe, duke ikur vite, domethënë edhe duke u shkurtuar, po s'ka problem, e rëndësishme është të jesh e lumtur me veten tënde dhe ashtu është. E kënaqur. Unë sot kisha bën plan me vesh një jumpsuit zi, po kur u vesha në mëngjes me këto, thashë do ikim me këto, se mu dukte vetja e hollë, gjatë, e re, gjitha, kështu që domethënë nuk shikojsha ndonjë defekt ke vetja ime, kështu që isha mirë. Prandaj, domethënë pavarësisht se atë presionin psikologjik që ma ka bën mamaja gjatë gjithë kohës, tani e kam kaluar. Ke kaluar, po tani të bëjnë dhe komplimente fëmijët. Paktën vjen një moment që me thënë drejtën, dy të vegjëlit më bëjnë komplimentat. Kjo e madhe nuk më bën shumë, domethënë se është tjetër mosha ajo e madhe. Do presim për atë. Tani jemi si popull çiklafazan që e dim këtë gjën që kanë dëshirë të flasin çik pas prapa krave ton. Çfarë është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Që kam motor. Që ke një motor dhe se ke në fakt. Që se kam dash me pyet babën tim, po baba im ka vdekur, nuk është më, domethënë, por kur jam interesuar, rezultonte që baba im nuk ishte bërë asnjëherë xhiro ande nga ajo zonë, kështu që nuk ishte motra ime. Do ke qenë ti në të dyja rastet? Njërë me model ndryshe flokësh? Jo, nuk ishte. Kam përshtypjen që për ne që merremi me politikë, në fakt shumë njerëz mendojnë që politika është ajo që të hap rrugët. Në një farë mënyre krijon mundësi për njerëzit, por nuk është ajo që të krijojë mundësitë e shpërdorimit. Dhe gjithmonë njerëzit thonë jam vllai Monikës, jam motra Monikës, jam kushëria Monikës, jam shoqja Monikës. Jo vetëm për mua, për të gjithë njerëzit që kanë një lloj pushteti ose kanë diçka në dorë. Dhe në fakt e mendojnë dhe si një lloj zgjidhje. Nganjëherë ndoshta zgjidh, por shumë shpejt ajo del në pas, sepse zbulohet nëse është diçka e padrejtë. Kështu që kjo është, por nuk ka ndonjë gjë të keqe, edhe po të thonë, jam shoqja Monikës, s'ka problem, domethënë, shefi do mbëhet, kem sa më shumë shok dhe shoqe. Mirë, po të këto listimet që bëjnë media zakonisht për veshjen më bukur, apo për më të bukurat, politikaneve, apo të artistëve, kush e ka trupin në formë, nuk është bërë një listim deri diku. Mund të bëjmë një listë ne tani për shembull? Për mua e rëndësishme është për mua është e rëndësishme që njeriu të ndihet mirë me veten e vet. Nuk e di tani se kam telefonin ta tregoja, por mund ta gjejnë, është ajo top modeli amerikane, që është shumë e shëndosh dhe po sfidon gjithë ka që në kalendarin e fundit Pirelit. Ashley më duket se si e ka, Ashley e ka emrin, dhe është një nga sfidat më të mëdha që po bën për sa i përket, po themi, idesë ose
fiksimi që bën njerëzit për të qenë të dobët edhe për të qenë elegant. Sa kalojnë në anoreksi, po. Domethënë dhe kjo, unë do të dëshiroja që t'isha pak me dobët, nuk diskutohet, por do të dëshiroja që t'isha dhe e fuqishme. Unë kam qenë e dobët para shumë vitesh, para se të ngjelja shtatzan me vajzën me fëmijën e tretë, kam qenë gati ke 52 kg, më pëlqente vetja jashtëzakonisht shumë, domethënë beli fundit ishte kaq, sigurisht, por ajo që ndjeja isha shumë debull, nuk kisha energjin ose për shembull pozitivitetin në mendime, në të lëvizur, entuziazmin. Dhe sigurisht që edhe dobësia ka një kufi, unë mendoj që njeriu kemi konstrukte të ndryshme, sepse janë edhe raporte genetike, gjë që është shumë e rëndësishme, të cilat një njeri që është i shkurtër dhe topolak, ashtu do t'jetë, ka pas maman, ka pas hallën, ka pas tezën, ashtu do jetë. Në fundit aty është bukuria. Aty është ajo në një farë mënyrë, është çështje shikimi, syrin që shef tjetri, dhe e rëndësishme është që edhe atë peshë që ke ta kontrollosh për sa i përket angazhimit, lëvizjeve tua dhe sportit që është shumë i rëndësishëm, që diskutojmë ne që po jo sport me bë vrap, me bë vrap sot thy kockat. Domethënë ose me luajtje tenis. Me pas një trajner. Me pas një trajner të mirë dhe sot ka djem dhe vajza shumë të mira që janë trajner shumë të mirë. Edhe mund ta rikthejmë në atë lëvizjen siç e përmendëm pak më parë të Michelle Obamës që ka nisur në Amerikë. Mund ta bëjmë ne në një lëvizje ndryshe po me titull për shembull një mendje shëndosh të trup të shëndosh? Absolutisht, kjo ka qenë gjithmonë, domethënë ajo ka pas Give Me 5, ne kemi ose Let's Move, se ka pas ose Let's Move, ose Hi Mama, se çka diçka të tillë. Po e bën mediatike zakonisht për të sensibilizuar. E bën për të sensibilizuar opinionin, sepse në Amerikë për shembull është situata më e vështirë e sensibilizimit të opinionit, sepse është vend shumë i madh, plus pastaj që është një vend që ose është një qeveri e cila është përfshirë politikave sociale dhe sensibilizimit të njerëzve, dhe mos harrojmë që ka shumë njerëz që vdesin në botë nga obeziteti, pra sëmundjet aritmike të zemrës, yndyrnat e tjera që krijojnë, domethënë shkurtim të jetës. Dhe nisi Timona një fushar të tillë? Unë do e nisja, po do t'isha vetë në krye, do t'isha vetë personi që e bën më shumë, domethënë këtë gjë. Ne startojmë këtu. Patjetër me kënaqësi. Koha na u hap. Po. Domethënë ajo trysnia e tyre këto 2 ditë që ka qenë kështu në trysni të tmerrshme, filloj domethënë e hapi atë hapësirën, e krijoj më shumë ajër, më shumë atmosferë dhe më shumë gjelbrim. Cili nga fëmijët të ngjan më shumë, si mendon? E vogla them. E vogla. Biles një ditë edhe në karakter, Po, biles një ditë ai aman, kujt i ka ngjar kjo? Dhe unë si nuk e shef kujt i ka ngjar. Si nuk e shef kujt i ka ngjar. Shumë e shkatët vërtet. Deri tani kemi dëgjuar disa fjalë për të paktën femrat që janë në qeveri, për shembull për ministren e integrimit që ka një trup të mirë dhe pas lindjes, edhe mbahet mirë. Grida Duma nga ana tjetër, njëkohësisht për Majlinda Bregun, njëkohësisht flitet që mban trupin mirë. Na thon drejtën, është shumë mirë tani. Tani është shumë mirë. Bilesi thash çka ke bërë sepse ne frekuentojmë të dyja të njëjtat vende. Bilesi thash çka ke bërë që do fsukaj shumë. Jam në opozit, gocë, tha. Edhe është qeverin djetë vazhdon, në? Po, vazhdon. Edhe opozita vazhdon djetë. Si marim edhe këto në fushat? Ka jo që do të hapim që sa po e tha? Unë jam e bindur që të treja dhe shumë gratë të tjera jam e bindur që përfshien dhe futen në këtë fushat. Ti është e bindur. Klajta do a keti çik më të vështirë se është me fëmijë të vogël, por Grida dhe Majlinda patjetër, sidomos Majlinda njerë, sepse është edhe vetë nga stili i saj, jo s'është motrajote, s'kan lidhje në aspektin e kësaj, por vetë Majlinda është vetë energjike për sa i përket për vetë angazhimet e saj dhe sfidat që për sipër për t'i bërë, sepse fiskulturë është marrësh edhe sfida që të tjerët të paragjykojnë për atë çka merr për sipër. Këtu nuk komentoj. Tani disa pyetje të shkurtra, po përgjigje të shkurtra, se kemi pak si të dim edhe një çik më shumë për ty. Cila prallë të pëlqen më shumë? Ti je bindur një nga prallat e 1001 netëve, të librit 1001 net. 1001 net. Se kanë magjin brenda. Rrobat e reja të mbretit? Ja. Jo? Ja, Klausi, jo. Klausi i madh, Klausi i vogël? Do më thonë, një nga ato, po se rrobat e reja të mbretit nuk janë ke 1001 net. Jo, s'janë aty. Ke Sherazadja. Kështu që aty jam me atë. A merr kot me Harlem Shake pyetjet? Marr nga herë. Marr nga herë. Po duhet të jetë paktën pas orës 2 thua, jo? Jo, s'ka problem, filloj edhe që në orën 9. Mirë. Cili është filmi jot shqiptar i preferuar dhe batuta që përdor më shumë?
Që e ke akoma. Dimri i fundit. Nga dimri i fundit. Dimri i fundit më pëlqen si filma, sepse ka një kolon muzikore të papar. Patjetër. Që pëlqen shumë dhe pastaj Kujtim Laros mos gabohem. Po, Kujtim Lar është dhe pastaj batuta ka shumë në fakt, por nga i herë kështu ku shoh në një nga këto gocat e LRI-s që bërzidhe them pse ma ke lëpir gjalpin, është kemi moza lastica që thotë sa dimri ka po na numërojnë, shpërndauni se po na numërojnë. Kjo vlen në përmitingje, që është shpërndauni të mbushti sheshin. Që dukemi sa më shumë. Një pyetje tjetër do të ishte, cilat janë pushimet më të gjata që ke bërë në këto 5 vite? Më thënë, lëviz gjithmonë me gjithë familjen? Në fakt, ne jemi një familje që s'para bëjmë pushime, shumë pak, bëjmë pushime me familje, dhe më thënë, 2-3 ditë diku këtu, 2-3 ditë diku atje, dhe pjesën më të madhe e kalojmë në Lalës, qërim, sepse gjatë gjithë kohës jemi në punë, por në pushime kështu vetëm me kalamajt për shumë kam bërë, sepse Iliri nuk ka ardhur, ishte kur kishte era ditëlindje, që ne nuk ishim tek një kushuri rajon në Amerikë, që na kishte ftuar, dhe ishim gati 10 ditë atje, që isha bashkë me të 3 kalamajt. Kështu që, po, duke mos qenë Iliri, nuk quhen pushime me familjen. Ashtu është. Kështu që e vështirë është, me thënë drejtën, dhe nganjëherë kjo është një nga pengjet më të mëdha që kam unë, përsa i përket angazhimit tim në politikë, që familja jonë nuk ka pushime. Të mirëfillta, sepse pushime... Jo si që kanë shumë familje, ose të paktën pjesa më e madhe, apo vere? Pjesa më e madhe i organizojnë qoftë pushime Krishtlindjesh, apo pushimet e vitit ri, që ne asnjëherë nuk i bëjmë jashtë. Jo, nuk i bëjmë jashtë, gjithmonë drekën e Krishtlindjeve, natën e vitit ri e bëjmë, por që të themi që të ikim jashtë vendit, asnjëherë që të fokusohemi me pushime. Pushim që është, ne zakonisht është java e fundit e gushtit që në shkojmë në Jalë, ku LRI-ja bën kampin e vetë rinor atje. Një mënyrë pushimi në punë, por që sido që tjetë, angazhimi jotë është non-stop 24 orë, ti prapë nuk i përkushtohesh fëmijëve, por përkushtohesh një grupi tjetër shumë më të madh. Megjithatë prapë është një nga pengjet që unë kam për veten time, por në një farë mënyrë është edhe një gjë që bën që fëmijët tanë të lidhen dhe të krijojnë më shumë të jenë më shumë social me njerëzit, sepse duke njohur njerëz të rinj, duke parë mentalitete të tjera, sepse por nganjëherë ata e kanë çik merak, ja kërkojmë më shumë Ilirit, kur do hajmë drejt bashk vetëm me familje ose Në fakt, më shumë është edhe kësaj të voglës, kjo e vogla e detyron i bën presion Ilirit më shumë, për të ngrënë, për shembull për të ulur, për të ngrënë mëngjesin bashkë, drekën bashkë, darkën bashkë, dhe sidomos të shtunave dhe të dielave që janë në përgjithësi janë ditët në shtëpi. Ajo është një nga personat që na bën presion që të gjithëve për të ulur në tavolinë bashkë. Me energjinë e saj. Mirë, do ta nisim nga e diella lëvizjen tënde të re? Jo politike, jashtë politikës? Me kënaqësinë të madhe. Do e nisim direkt tani? Me kënaqësinë të madhe. Edhe me një gabim të vogël s'ka problem, rëndësishme me lëviz. Ashtu si vetëm Mona do ta bëj. Sot në e diell Mona ndryshe.